edhe sasia për dorën e dytë të ushqimit, dozën e dytë të ushqimit. Doza e dytë e ushqimit rekomandohet pasi që përqindja e azotit është më e ulët krahasim me uren, urea ka 46% azot, atëherë, të amonium nitratin ne rekomandojmë deri në 200 kg në hektar, në riplerimin e dytë, ndërsa me nitrat amonik gëlqëror ose ultrakan special sikurse që është, atëherë duhet të rritet sasia e përdorimit të tyre për riplerim. Domethënë mund të shkojë deri në 280 kg për hektar. Mos ushqimi, qoftë me dozën e parë, qoftë me dozën e dytë, sigurisht që reflekton në rendimentet të ulta. Po, faktikisht bima e grurit është azotokërkuese, domethënë sa më shumë azot t'i japim bimës, ka tendencë në rritjen e prodhimtarisë më të lartë, por bazuar gjithmonë në plerimin bazë që është bërë në vjeshtë. Fermerët shpeshherë më kërkojnë mua që faktikisht përdorin një sasi më të madhe se sa që është e rekomanduar. Kjo është gabim, domethënë, nga shkaku që nuk mundet bima t'i absorboj ose t'i marrë sasit e panevojshme, cilës asaj i duhen. Janë plerat kryesor me të cilët janë domosdoshme rritja e rendimentit në fund fazës vjeljes së tyre. Zoti Susuri, ju tha që programi deri tashëm në trajtimet ndaj smundjeve të arës ka qenë i gabuar. Ku qëndron ky vlerësimi juaj? Po, faktikisht ne e kemi në dorë këtë program, si program orientues për mbrojtjen e arës. Ky program ka domethënë një tmet që nuk janë dhënë rekomandimet përkatëse sa i përket luftimit këtyre smundjeve të arës. Një shembull që është rast për të përmend, rekomandohet përdorimi hidroksid bakri, ose sulfat bakri, ose oksiklorur bakri, ose çor bordoleze me sulfat zingu. E me të kësaj është pse, sepse hidroksid bakri edhe sulfat bakri nuk kanë të njëjtin, domethënë njëjtin reagim për luftimin e këtyre smundjeve. Ose oksiklorur bakri, sikurse që është cek. Domethënë këto tre produkte kanë dallime mjaft mëdha njëra me tjetrën. Pse? Se dy nga këto duhet përdoren gjatë sezonës. Këta kanë rekomanduar për spërkatje dimërore. Domethënë, oksiklorur bakri edhe hidroksid bakri nuk reagojnë në këto faza. Nga shkaku që faktikisht rekomandohen gjatë sezonës përdorimi i tyre e jo gjatë fazës qetësisë, fazës dimërore. Çor bordoleze dhe sulfat bakri është i ngjashëm. Domethënë dy herë është se këtu i njëjti produkt që duhet përdoret në sezonën e dimrit. Gjithashtu disa prej produkteve mankozeb është i ndaluar për përdorim. Domethënë nuk rekomandohet për përdorim. Po nëse nuk e gjen fermeri, ku do ta merr këto? Mandej është rekomanduar fosetil aluminium plus bakër. Domethënë është edhe faza gabime e përmende edhe produkti si i tillë nuk rekomandohet përdoret për luftimin e këtyre smundjeve. Ka produkte tjera cilat i luftojnë me sukses këto smundje. Ky program orientues ka sjell problematika shumë të mëdha, domethënë sa i përket shfaqjes smundjes së edhe në mos efikasitet, por edhe në dëmtim të ambientit. Pikërisht, mankozebi, sidomos mankozebi është i ndaluar për përdorim që sa kohë, domethënë me konventat me rregullorët e Bashkimit Evropian. Për atë arsye, domethënë është gabim i dhënë në ky program.